pse nuk mri njerëzit me kuptu që nuk mundet me qenë qaq fatlum sa mi fitu 100.000 euro, 200.000 euro prej një hallë në Afganistan që e pas ka pas trashëgimtare. Kemi disa raste të denoncume ku njerëzit kanë dërgu parë jashtë vendit me pretendimin që janë trashëgimtarë të dikuj. Flasim për mashtrimet në internet. Këto janë mashtrimet kibernetike. Kjo është mundësia që sot e ka secili qytetar në krejt globin, s'po flas veç në shoqërinë tonë. Këto po ju mundson vetë digitalizimi që sa po na leçon jetën, po na rrezikon jetën, prandaj ndërgjegjësimi jonë se ku dhe kush po na i merr dhënat tona personale është të rëndësishëm. Në raste të tilla na kemi pas, nuk e di me numër, po mund të them 3-4, vetëm këtë kohën e fundit, 6 mujorin e fundit, që kemi pas ankesa për këto raste të ngjashme. Edhe ne i trajtojmë vetëm në aspektin e ndërgjegjësimit të qytetarëve. Do me thonë, e bëjmë një njoftim për media, dalim sepse rastet e tilla kanë elemente të veprës penale dhe i dërgojmë Policinë e Kosovës, në njësinë kibernetike. Unë e di që njësia kibernetike ka bërë një punë të jashtëzakonshme në këto raste, por a është e lehtë të gjendë? Nuk është e lehtë, sepse zakonisht ata që i bëjnë, ka prej atyre që janë shumë laik, ndoshta dhe kanë gjetë mundësinë edhe e kanë bë, po shumica prej tyre janë haker kibernetik që edhe është vështirë të gjenden, gjithsesi është për te autorizimeve tona ligjore, por unë bëj thirrje tek qytetarët mos bim prej këtyre mashtrimeve. Këto thjesht janë mashtrime kibernetike, do të rritet ky numër, sidomos target do të jenë shoqëritë e pazhvilluara ose pa ndërgjegjësuara, prandaj unë ju bëj thirrje të mos jemi ne një prej atyre shoqërive, sepse bota ka plot shoqëri të pazhvilluara dhe të mos jemi ne prej edhe të mos bim ne prej këtyre mashtrimeve që na bën. Po e përmendi këto për shkak se është definitivisht në shumë prej rasteve edhe e pamundur mi hetu, për shkak se këto sulme, këto ndërhyre, këto emaila vijnë prej vendeve ku Kosova nuk ka bashkëpunim me ato shtete nuk e njohin Kosovën, edhe njerëzit kanë humbur parë, është dokumentuar kjo punë. Pse nuk mri njerëzit me kuptu që nuk mundet me qenë qaq fatlum sa mi fitu 100.000 euro, 200.000 euro prej një hallë në Afganistan që e pas ka pas trashëgimtare. Saktë, është pikërisht pse nuk kanë njohuri, kanë mundësi të kyqen në internet, kanë mundësi të lexojnë shumë, kanë mundësi të shohin shumë, të dinë zhvillimet që po ndodhin për gjithçka, po nuk kanë mundësi dhe nuk janë ndalë të mendojnë për të drejtën e tyre, që është një drejtë kushtetuese mbrojtur me konventa ndërkombëtare që është e drejta privatësisë. Domethënë, fakti që të vjen një SMS, do të ti numrin tënd të telefonit, e ke lënë dikon të hapur që dikush ta marr edhe ta përdor. Prandaj kthehemi te numrat e telefonit sa është rreziku i tyre. Domethënë, sepse ka mashtrues kibernetik që në vazhdimsi e bëjnë këtë punë për qëllimin e përfitimeve të tyre dhe zakonisht preken pikërisht në financa. Prandaj bëj thirrje te qytetarët të jenë shumë të ndërgjegjësuar, mos ti bëjnë klik këto, mos ti klikojnë këto SMS, mos bim prej këtyre SMS-ve që ju vinë në platformat e tyre online apo edhe në numrin e telefonit, sepse thjesht është një diçka që ne në këtë kohën e digitalizimit edhe këtë, si me thonë, epokën e re të njerëzimit që po na vjen rreth edhe ndikimit të inteligjencës artificiale, duhet të jemi të përgatitur se çka do të na prat. Ta kemi parasysh që po flasim, a jemi brenda asaj që është bota e re, që është epoka e re njerëzore, e që lidhet pikërisht me këtë inteligjencën artificiale, robotat edhe gjithçka që ne do t'ja bëjmë sot, që e bëjmë këtë pjesën që jemi si fizik, si trup, e kemi të njëjtën kohë të paraqitur edhe në internet virtualisht, prandaj duhet të jemi shumë kujdesshëm.